Me keqardhje dëgjova një lajm se India do të nxirrte në pension avionin e legjendë 60 vjeçar më të shiturin në botë, MiG-21. Kam qenë ushtar në vitet 86-88 dhe flisja direkt me pilotët në Radio Drita, në Gjatër. Ne kishim 9 avione MiG-21 dhe motora të rinj. U shpreh, ish ministri Shaqir Vuka, i kam gjetur në inventar ta në vitin 98. Ku u shiten kjo krenari e flotës tonë kombëtare dhe botërore? Kush i mori parat? Kush e la Shqipërinë pa armë, kur sot të gjithë u të shmanden me avionët, me dronët dhe me armët? Ne pse jemi tuar thatë? Shqiptari i zhveshur, pa armë, i rrethuar nga armiqt historik shekullor? Cila politik e ka dashur më shumë këtë Shqipëri të shkatruar se sa armiqt tanë? Pra ne pas kemi votuar dhe i duam kaq shumë këta politikanë që kanë shitur, kanë vjedhur, kanë grabitur ushtrinë tonë, duke na lënë me duart lart. A kuptoni se sa populli trash jemi? Ku për Bankes Petroleum, pse opozita nuk flet? Kishim 4 rafineri, sot asnjë. Kush i sharroi? O, nën Shqipëri, sa krime bëhen në emrin tënd. Të gjithë ata që mendojnë dhe mendojmë se të duan dhe të puthin, fatkeqësisht kanë abuzuar me ty. Dhe po vazhdojnë për treq, se ne heshtim. Sikur dim ne të heshtim, ne të flasim kur nuk duhet.